Profesori Xhavid Shala na është bashkuar në këtë lidhje të drejtë për drejtë, kësaj herë nuk e kemi në studio. Profesor, të përshëndes, njohës shumë e mirë i teorive të sigurisë, kënaqësi që të kam në këtë lidhje. Profesor, besoj ke qenë duke na ndjekur të paktën edhe minutat e fundit, çfarë jemi duke diskutuar, e kemi nisur. Në minutat e fundit ju kam ndjek, po me ato minutat e parë po kërkoja ku e kam lënë helmetën, se përgatitesha. Pse, profesor, ishte në formë batute, më duke. Jo, ne nisem qenë fillim duke thënë që do informojmë. Larg panikut, absolutisht. Nuk kam asgjë me gjithë ata në studio dhe respektoj gjithë shokët e miq të mi. Po mënyra e përcjelljes informacionit duhet jemi pak të kujdesshëm. Duhet jemi pak të kujdesshëm sepse na ndihmoni pak, profesor, më qëndroj një sekond sepse zërit nuk po të vjen kaq mirë në studio, se dua absolutisht mos të mbas asnjë fjalë profesorit në studio. Regjia, na ndihmoni pak? Faleminderit. Po, profesor, çfarë duhet kemi kujdes në këtë situatë? Në këtë situatë, shiko, unë i dëgjova me vëmendje kolegët në studio dhe mund ndaj ide të njëjta apo të ndryshme me ata. Situata është që ne edhe duhet ta japim realitetin ashtu siç është, por duhet të gjejmë raportin midis dhënies së informacionit dhe ngjalljes panikut. Për këtë doja ta veja tekstin dhe duhet jemi të kujdesshëm. Ka pas një kryeminist në Shqipëria, nuk po ja përmend emrin, para disa vitësh që doli pasaj për që ngjallësim transparent, doli ta kemi edhe 6 ditë bukë. Dhe gjithë në përpurat e bukët kulturë, në për rezervat e shtetit dhe u vranë rreth 20-30 veta, vetëm në një vend këtej nga Puka, diku ku u futën në për tonele të minosur atje. Unë nuk do të paralizim atë situatë, por do të jemi të kujdesshëm në dhënien e informacioneve. Për sa i përket në raporteve me Iranin, unë gjykoj që ne nuk jemi, Irani nuk përbën deri tash, deri në këto momente nuk përbën kërcënim ushtarak për Shqipërinë. Nuk përbën kërcënim ushtarak. Irani ka ato motive që ka, por nuk përbën kërcënim ushtarak. Për ne dhe për vendet tjera të Europës, dhe tek ne nuk ka një rrezik më të shtuar se sa në vendet e tjera të Europës. Për sa i përket në raport me Mekun, Meku është një grupim njerëzish, një organizatë politike i cili tek ne është prezent për arsye humanitare dhe ka përfituar nga mikpritja e popullit shqiptar, siç kanë përfituar dikur hebrejt në luftën e dytë botërore, po këtë herë i kemi prit si shtet, kurse në atë kohë i kanë prit si familje shqiptare. Pra, po e lidh me traditën shqiptare. Dhe këtë e di mirë edhe shteti i Iranit. Dhe nuk ka asnjë arsye edhe shteti i Iranit di që këta nuk janë të lejuar të zhvillojnë aktivitet politik në Shqipëri. Ata kanë statusin e refugjati, statusin e mikut, edhe me ligj dhe me kanun i kanë ndaluar me u marrë me aktivitet politik në Shqipëri. Ata që janë angazhuar në aktivitet politik, me sa diun janë për zonë, janë marrë masa ndaj atyre dhe ka pasur një ndërhyrje policore para jo shumë larg në kohë. Pra, ideja është këtu që ne duhet të marrim masa, duhet kemi një vigjilencë të shtuar, por nuk duhet ta ndajmë të mos ngjallim panik në popull. Sepse njerëzit ne jemi vend i vogël, deklarata e Shtetit Bashkuar të Amerikës është një deklaratë, në këmbështrimin tim është një deklaratë rutinë, me sa verifikime që kam bërë, është një deklaratë rutinë. Nesër mund dali dhe për një deklaratë rutinë nuk mund të lidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Ka shumë ligje, ka shumë përcaktuar se kur mbledh Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Këshilli i Sigurisë Kombëtare pra në drejtimin e presidentit të Republikës. E ka shumë të përcaktuar. Nuk mbledhet Këshilli për një deklaratë të një ambasade. Nesër mund të bëj një, pavarësisht ata janë nga partnerët tanë kursor strategjik. Nesër mund të bëj një deklaratë ambasadës e Izraelit që të kenë kujdes qytetarët e Izraelit mos të futen këtu, mos shkojnë këtu, mos shkojnë ashtu. Çfarë të bëjmë ne pastaj? Pra do të jemi pak do të jemi të kujdesshëm, por do të jemi edhe realist. Unë mbështes mendimin e kolegëve në studio që duhet akoma më tepër informim publik, unë kam theksuar edhe në mediume të tjera që duhet një informim publik më i plotë. Ne në Akademinë e Sigurisë unë flas kur kemi bërë studime sidomos në rastin e emergjencave, sepse kjo mund trajtohet si emergjencë. Dhe në rastin e emergjencave duhet të krijohen rezervat e duhura të tjera. Po ti themi sot që duhet krijojmë çdo familje të shkojë tashmë të marrë kaq kilogram miell, kaq kilogram oriz, kaq kilogram sheqer, ti ketë rezervë siç i thot në Gjermani.
Edhe siç mundi thonë, këtu pasaj tek ne